Si çdo javë, Kino Hyrjehana ka publikuar orarin javor duke bërë të ditur për adhuruesit listën e filmave që do të shfaqen sot dhe përgjatë vikendit deri ditën e diel. E premtja do të fillojë me shfaqjen e filmit Primate në orat 18 dhe do të përmbyllet me shfaqjen e premierës Rental Family, ku filmi paraqet historinë e një aktori amerikan në Tokyo, duke luftuar për të gjetur qëllimin dhe ka një koncert të pazakontë, duke punuar për një agjenci japoneze familje me qira, duke luajtur role të veçanta për të huajt. Ai rizbulon qëllimin, përkatësinë dhe bukurinë e lidhjes njerëzore. Premiera do të shfaqet me fillim nga ora 20. Ndërkaq dita e shtunë fillon me filmin Zootopia 2, që shfaqet në ora 13, vazhdon me filmin SpongeBob 4, Search for SquarePants në ora 16, Marty Supreme në ora 18 dhe përmbyllet me filmin The Housemaid nga ora 20:30. Edhe dita e diel do t'jetë e pasur me shfaqjen e filmave, ku nga ora 13 para adhuruesve shfaqet filmi SpongeBob 4, Search for SquarePants, nga ora 15 filmi Zootopia 2, nga ora 17 filmi Avatar Fire and Ash dhe dita përmbyllet me shfaqjen e filmit Greenland 2 Migration në ora 20:30.